Ka se çfarë ndodh kolesterolit, trurit dhe zemrës nëse konsumoni arra çdo ditë gjatë dimrit. Kur mendoni për ushqimet që janë të mira për shëndetin, arrat ndoshta nuk janë gjëja e parë që ju vjen ndërmend, por ndoshta duhet ta keni atë prioritet. Këto fruta të vogla të mbuluara me lëvozhg janë të mrekullueshme për shëndetin tuaj, të mbushura me përfitime në çdo aspekt të mirëqenies. Sekreti për një zemër të fuqishme qëndron te konsumi i rregullt i arrave në dietën tuaj. A e dini se arrat mund të jenë miket më të mira të zemrës suaj? Ato janë të mbushura gjithashtu edhe me acide yndyrore omega 3, të cilat do të mbështesin edhe uljen e kolesterolit të keq dhe mbrojnë enët e gjakut nga sulmet në zemër dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Ato janë gjithashtu fantastike edhe për shëndetin e trurit. Arrat janë një ushqim ideal për shëndetin e trurit. Ato përmbajnë nivele të larta të yndyrnave omega 3 dhe antioksidantë që ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve mendore. Disa studime madje sugjerojnë se konsumi i rregullt i arrave mund të ulë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe problemeve të Alzheimerit. Ndaj, konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një fuqi e shtuar për shëndetin tuaj të trurit, citojnë ekspertët. Arrat janë të mira në kontrollin e peshës pa shkaktuar komplikacione. Përkundër faktit se arrat janë të pasura me kalori, ato mund të jenë aleate të shkëlqyera në menaxhimin e peshës. Proteinat dhe fibrat që përmbajnë ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë, duke ju ndihmuar kështu të shmangni edhe ushqimet e tepërta dhe të mbani nën kontroll edhe oreksin tuaj. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj të lëkurës. Arrat nuk janë vetëm të mira për shëndetin e brendshëm, por gjithashtu edhe për pamjen tuaj të jashtme. Të pasura me vitaminën E dhe me antioksidant, ato do të ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira dhe do të kontribuojnë në një lëkurë më të butë, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Nëse doni të bëni një gjumë më të ëmbël, shtoni arrat në dietën tuaj. A keni të vështirë fjetje në mbrëmje? Arrat mund të jenë çelësi ushqyes për dietën tuaj. Ato mbushen edhe me element të mirë të melatoninës, një hormon i cili ndihmon natyrshëm në rregullimin e ciklit tuaj të gjumit. Një grusht me arra përpara se të shkoni për të fjetur, të paktën 3 orë përpara gjumit, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Nëse kërkoni një ushqim që të përmirësojë shëndetin tuaj, të forcojë mendjen dhe të rrizë bukurinë tuaj natyrale, mos kërkoni më larg se arrat. Këto perla të natyrës janë super ushqime të pjesës tuaj të dietës së shëndetshme dhe do t'i japin gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Konsumi të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë do t'i jap efekte fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj, edhe ekspertët sugjerojnë vazhdimisht konsumin e këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Arrat, si pjesë e regjimeve të shëndetshme ushqimore, janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura, të cilat janë edhe shumë ushqyes për trupin tuaj. Për më tepër, ato mund t'i konsumoni ndërmjet vakteve shumë lehtë, ndërkohë përmbajnë edhe pak kalori. Për këtë arsye rekomandohet që të shtoni arrat në dietën tuaj. Pavarësisht kësaj, arrat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Arrorët janë të mirë për shëndetin e zemrës sepse ulin rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme nga sëmundjet që lidhen me shëndetin e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre, në të kundërt mund t'i bëni pjesë të regjimit tuaj ushqimor, gjithmonë brenda normës së lejuar për të konsumuar dhe për të marrë vlerat ushqyese. Një nga mënyrat se si arrorët mund të ndihmojnë në mbështetjen e shëndetit tuaj të zemrës është sepse ato do të ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ky i fundit luan një rol kryesor edhe në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e gjasave për mpiksjen e gjakut, falë të cilës zemra mund të pësojë gjithashtu edhe arrest kardiak. Arrorët janë të pasura me proteina, por edhe me disa substanca të tjera ushqyese të shëndetshme.
Dëgjoni me vëmendje sipas Healthline përfitimet kryesore që do të marrë trupi dhe shëndeti juaj nga konsumi i arrave. Ato përmbajnë acide yndyrore omega 3. Këto acide yndyrore gjenden kryesisht te peshqit edhe te arrorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshme për zemrën dhe mbi të gjitha, ato parandalojnë luhatjet e rrezikut të rrahjeve të çrregullta të zemrës. Arrat janë gjithashtu të pasura edhe me fibra. Të gjitha arrorët përmbajnë fibër, të cilët do të ndihmojnë në dukshëm edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Fibra luan një rol kryesor edhe në parandalimin e diabetit të tipit 2. Ndaj përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një element pozitiv i mirë në mbrojtjen e shëndetit. Arrat janë gjithashtu të mira edhe të pasura me vitaminën E. Kjo vitaminë do të parandalojë dukshëm bllokimin e enëve të gjakut dhe gjithashtu do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zemrës. 80% e përmbajtjes së arrorëve janë të pasura me yndyrna, ndonse pjesa më e madhe e këtyre yndyrnave janë të shëndetshme, ato duhet të hahen brenda normës së lejuar. 5 deri në 8 kokra arra në ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime dhe për të evituar kështu dëmet që mund t'i shkaktojnë shëndetit tuaj nga mënyra e gabuar e konsumit të tyre. Arrat janë një mburojë shumë e fuqishme për shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat ndihmojnë në dukshëm në zhvillimin më të mirë të trurit dhe në kujtesën dhe në procesin e forcimit të saj. Arrat janë një produkt shumë i mirë edhe në luftën kundër problemeve të depresionit. Gjithashtu, arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë sasi të mirë të vitaminës B6, shumë folat, madje edhe tiamin, të cilat janë të rëndësishme edhe për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme të trupit. Arrat janë një zgjidhje shumë e pasur edhe në luftën kundër kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, fale prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Gjithashtu ato janë një ushqim i shëndetshëm edhe për flokun tuaj. Vaji i arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element kanë veti të mira, të cilat forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien e tij dhe trajtojnë zbogthin. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë gjithashtu larg edhe problemet dhe infeksionet. Nëse doni të përfitoni për shëndetin e lëkurës, sigurisht që arrat do të jenë një mburojë fantastike në shëndetin e saj. Vitamina B, së bashku me hekurin, një antioksidant natyror, ndihmon gjithashtu në luftën kundër radikaleve të lira dhe problemeve të stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave gjithashtu do të ushqejë lëkurën tuaj, do të zbardhë rrafet e zinj poshtë syve dhe do të relaksojë gjithashtu lëkurën. Gjithashtu arrat janë të mira edhe kundër peshës së tepërt. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra të cilat ju ndihmojnë për një dietë më të shëndetshme dhe ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë kohore. Arrat janë të mira për shëndetin e kockave. I bëjnë mirë kockave fal fibrave të cilat janë gjithashtu edhe të pasura edhe me elementë të tjerë omega 3, të cilat kombinimi të dyjave së bashku do të japë rezultate fantastike në fuqinë më të mirë të shëndetit tuaj tretës, gjithashtu edhe të shëndetit të kockave. Arrat janë të mira edhe për personat që duan të kenë një gjumë më të plotë dhe gjithashtu më cilësor. Arrat mund të përmirësojnë gjendrën pjenale në trup që prodhon hormonin melatonin që përgjigjet gjithashtu edhe për gjumin. Ky hormon gjendet te arrat duke u kthyer në një ushqim të përkryer edhe për të konsumuar përpara se të shkoni për të fjetur. Konsumi i arrave në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i mirë edhe në forcimin e imunitetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu shëndeti i enëve tuaja të gjakut do të jetë plot me element ushqyes të arrave. Arrat njihen si një pastrues i gjakut sepse janë të mira kundër problemeve të mushkrive, pezmatimeve të zorëve, gjithashtu edhe në forcimin e muskujve dhe në shëndetin e syve. Prandaj konsumi i tyre duhet të bëhet në mënyrë të rregullt për të marrë të gjitha këto veti. Arrat e reja dhe të gjelbra janë të pasura me vitaminën C, prandaj
vendosen në mjaltë dhe u jepet edhe personave të cilët kanë imunitet të dobët. Frutat e pjekura kanë gjithashtu element ushqyes. Arrat janë të mira për shëndetin e përgjithshëm. Në kombinim me mjaltin, ato do t'japin një recetë fantastike për të konsumuar në çdo vakë të ditës. Sipas ekspertëve, arrat përmbajnë element mjaft të mirë të renditjes së shëndetit të trurit dhe atij mendor. Një nga aspektet interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan, sipas Healthline, citoi se arrorët, përfshirë arrat, janë një nga produktet më të mira për shëndetin tuaj, sidomos të kujtesës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.